Detajet e reja janë zbuluar nga operacioni SPAK në Universitetin Bujqësor të Tiranës, ku janë përfshirë disa zyrtar të lartë të institucionit. Njëri ndër personat që ka marrë mas sigurie është Ilir Kapaj, zëvendës rektori i universitetit, dhe bashkëshorti i zëvendës ministres së arsimit Ana Kapaj. Burimet e besueshme konfirmojnë se lidhja bashkëshortore mes Ilir Kapaj dhe Ana Kapaj është regjistruar në regjistrin e gjendjes civile. Zëvendës ministrja, që ka qenë pjesë e Universitetit Bujqësor që nga viti 2001, si lektore në Fakultetin Ekonomik dhe Agrobiznesit, ka shërbyer gjithashtu edhe në vitin 2016 deri në 2020 si antare e Senatit Akademik të Universitetit. Prej atij viti ajo është angazhuar si eksperte për arsimin e lartë në fushën e akreditimit të institucioneve dhe programeve të studimit. Hetimi i SPAK ka dokumentuar konsumimin e veprave penale të korrupsionit dhe shkeljes së barazisë në tendera në të paktën 9 procedura tenderimi. Ky hetim ka ngjallur shqetësim për shkeljet që mund të kenë ndodhur gjatë tenderimeve publike në universitet, ndërsa SPAK është treguar i rezervuar për dëmin ekonomik të shkaktuar dhe për destinacionin e shifrave të përfshira. Në kuadër të hetimeve, SPAK ka lëshuar 24 masa sigurie, përfshirë 5 arrestime me burg, 10 në arrest shtëpie dhe 9 të tjera detyrim paraqitje për të akuzuarit. Deri më tani nuk ka pasur reagime zyrtare nga ana e institucioneve për mediat.